Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku edicionin e lajmeve, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Përmbytje në disa qytete të vendit, probleme të mëdha në Durrës, Lezhë dhe Gjirokastër. Sërish rrëshqitje në Qukës qafë ploç, dherat e Gurët bien mbi një mjet në lëvizje. Moti i keq, Rama ironizon opozitën, si s'po më fajsoni mua edhe për eshjet në rajon. Hetimet për akshin GKK refuzon kërkesën e drejtoreshës së krimit kibernetik për kthimin e 8 telefonave dhe 2 laptopëve të sekuestruar gjatë kontrolleve në banesën e saj. Më shumë mundësi në 24 janar opozita do të zhvillojë një tjetër protestë kombëtare, kjo do të vendoset përfundimisht në takimin ku Berisha fton opozitën, akademik, shoqërinë civile. Birn shkruan se zvarritja pa afate e mbledhjes për Ballukun shënon precedent të rrezikshëm. Trump do të shesin 50 milion fuqi naft nga Venezuela, fitimet për SBA-n dhe Venezuelën. Prioritet për sigurinë tonë, Trump synon Groenlandën, Europa mbështet Danimarkën. Banorët e zonës së Ishkënetës në Durrës u mblodhën në protestë pas përmbytjeve të vazhdueshme në zonën e tyre. Banorët thonë se nuk janë dëm shpërblyer asnjëherë për dëmet e shkaktuara, ndaj për detaje nga ky zhvillim unë do të lidhem me kolegen Klodiana Haxhiaj. Tani Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ola, unë flas vetëm pak çaste më parë u zhvillua një protestë këtu në zonën e Kënetës në Durrës, janë banorët të cilët qëndrojnë të përmbytur prej gati 2 ditësh, prej orës 03 të mëngjesit të 2 netëve më parë. Vetë banorët shprehen se janë të bllokuar në banesat e tyre pasi uji ka shkuar 30 cm brenda në banesa në katet e para dhe po kaq edhe në rrugët dhe në rrugicat me të cilat lidhen banesat e tyre. Si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara 2 ditët e fundit, banorët thonë se janë pa asnjë mbështetje nga ana e strukturave të shtetit dhe pa asnjë ndihmë emergjence sipas tyre. Ata kanë deklaruar se kërkojnë ndihmë nga ana e bashkisë por dhe strukturave të shtetit për të bërë të mundur largimin e ujit i cili qëndron 30 cm brenda banesave të tyre dhe ju ka shkaktuar mjaft dëme. Një pjesë e banorëve të cilët i kanë banesat 2 katëshe janë gjitur në katin e 2 të banesave të tyre, ndërsa të tjerë thonë se po ften dhe po qëndrojnë mbi banesat mbi ujë gjatë 2 netëve të fundit. Janë përpjekur me mjete rrethanore për të nxjerrë ujin nga banesat, por kjo ka qenë e pamundur pasi uji prej ditës së djeshme që kanë përfunduar edhe rreshtet e shillit dhe sot qëndron po në njëjtat nivele, kryesisht në zonën e Kënetës ku në Durrës, ku situata është edhe më problematike. Vetë banorët thanë se janë përmbytur disa herë gjatë viteve të fundit, por nuk kanë marrë asnjëherë dëmshpërblim ose dëmshpërblimi për dëmet që janë shkaktuar në banesa, qoftë në Orendi apo edhe në shtëpi, ka qenë selektiv, çka sipas tyre ka sjellë dhe këtë situatë problematike ku vetë banorët sot gjendur pas një shpresë janë drejtuar mediave duke i bërë thirrje për ndihmë. Ata nuk kanë planuar të largohen nga banesat e tyre për të strehuar në konvalescencë, pasi sipas tyre kanë fëmijë, kanë të moshuar dhe nuk mund të largohen nga banesat, ndërkohë që situata këtu në zonën e Kënetës është mjaft e rëndë. Nëse do të bëjmë një rezume situatës për gjithë bashkinë e Durrësit nga dita e djeshme, sipas burimeve zyrtare nga shtabi i emergjencës, thuhet se janë 900 banesat të përmbytura, ku zonat më problematike janë kjo e Kënetës në Durrës, zona e plazhit, e Shkozetit lagja 14 dhe lagja 15 në Porto Romano, ku uji ka hyrë në shumë banesa. Ndërkohë burimet zyrtare thonë se nga Bashkia e Durrësit se 15 grupe deri tani janë në terren për të bërë të mundur edhe verifikimin e dëmeve. Aktualisht flasim nisi edhe sërish shiu i cili ishte ndërprer prej mëngjesit të sotëm, çka e vështirëson akoma dhe më shumë situatën për banorët. Por zona e Kënetës në Durrës ka një specifik pasi është poshtë nivelit të detit dhe pavarësisht se banorët përpiqen me mjete rrethanore apo edhe pompat e fuqishme të ardhura nga Tirana, nga Ministria e Mbrojtjes për të bërë të mundur tërheqjen e ujit nga rrugët,
është e pamundur pasi gjendet në nivelin e detit. Dhe problematikë kryesore në këtë zonë është sistemi i kanalizimeve i cili nuk funksionon. Ndërtimet e bëra në 20 vitet e fundit mbi rrjetin e kanalizimeve kanë bërë të mundur që këtu çdo gjë të jetë bllokuar, uji të flerë për ditë të tëra, ndërsa banorët të ngrejnë alarmin sepse uji i shirave është përzier me ujërat e zeza e ka hyrë në banesat e tyre duke rrezikuar edhe për hapjen e epidemive në situata të tilla shumë emergjente. Ola. E kuptoj. Faleminderit për informacionet e përcjella në studio. Unë tani do të propozoj të ndjekim së bashku intervistat. Zërin e banorëve kanë folur me ju pak më herët pikërisht gjatë protestës për të cilën folëm. Kështu që faleminderit e ndjekim banorët. Faleminderit. Jam qytetari i Durrësit. Dhe kjo ankesa ime ndaj shtetit Edi Ramës, kërkojmë një ndihmë më të mirë edhe më të saktë për popullsinë tonë. Çfarë halli keni ju Halli jon, unë jam banor i kësaj objekti këtu afër, jam i përmbytur zero fare. Jam pjesëtar me 4 vet. Kam nonën, nusën dhe fëmijën. Dhe unë i kam transmetuar ato. Sa është uji tani tek juve? Shtëpia ime është ke 30 cm fut ujë për momentin. Tani më shumë andej mund ta shikoni situatën vet, nuk ka zgjidhje. Nuk është vetëm kjo arsyeja e unë që kërkoj për veten time. U kërkoj për vllajin, për komshin, për gjithë, edhe për vetë. E sa ta herës që përmbyten Kjo gjatë këtij viti? është rrava e dytë që përmbytet dhe gjatë. A keni marrë dëmshpërblim herën e parë? Jo, na kanë premtuar bazdore. Kanë dokumenta, na kanë premtuar, na kanë thënë hapni numrin llogarie, asnjë për çfarë s'ka bërë. Kaloni zotërisht. Si ka qenë nata e mbrëmshme, sa ujë keni ju në shtëpi? Nata e mbrëmshme ka qenë stres. Të jetosh në ujë, me fëmijë të smur ke shtëpia, me skandal. Unë ka smur me diabet. Të gjithë natën kemi qenë në stres. Ai po të duash të fakti realiteti, nuk flasim ne për se kërkojmë një gjë. Me taksa paguajmë, gjithë gjërat paguajmë. Nuk ne detyrimin e shtetit sa bukur mi merr atij. Po, nuk bëj shërbimin. Ne prandaj presim nga mediat që jeni pushtetit të deri tani. Askush na ka pritur. Askush. Nuk kanë parë. Asnjë gjë, as më ka takuar, i ka marrë telefon, asnjë gjë se ka çka kokën. Po kjo qeveri shqip folse, kriminela. E dim që një kriminel është në Shqipëri, po gjithë qeveria kriminal që kanë, gjithë ki popull në ujë është gjynaf prej Zotit. Sa ujë keni në shtëpinë tënde? 30 sandil kam. I kam me fakt. Nuk i kam me hile, i kam me fakt. Sa dëmet janë bërë deri tani? Si? Sa dëme mendon që janë bërë? Damet mund t'i llogaris kur të iqet ujti me korrente, me orendim rena gjërat, gjithë gjërat, ja. Shikom si jam. Ja. Tani bleva çizme, tani gjeta çizme që blej. Po kjo punë nuk hahet. Ne edhe sikur serb, ne edhe sikur serb të ishim, prap do kishin vu dorë ma shumë s'ke neve. Ishte zëri banorëve të ish-Kënetës në Durrës. Përmbytje ka në fakt edhe në katet e para të disa banesave në Elbasan. Përmbytje që lidhen me bllokimin e kanalit kullues që është shkaktuar për gjatë punimeve që po kryen nga firma Salilari për ndërtimin e një segmenti të korridorit të 8. Për më shumë do të lidhem me kolegun Fatmir Popja. Fatmir, përshëndetje, cila është situata? Ndërkohë ka rifilluar rreshjet përsëri në qarkun e Elbasanit. Në qytetin e Elbasanit ka rreshje të imta, ndërsa në disa prej bashkive të qarku ka rreshje të dendura për një ore, të cilat natyrisht e kanë përkeqësuar situatën. Por të kthehemi te problemet e shkaktuara për sa i takon përmbytjes së disa banesave në një blok banimi në periferi të qytetit Elbasanit, pikërisht në zonën e ish uzinës nr. 12 në ish kombinati metalurgjik, ku gjatë paraditës sotme të paktën 5 banesa u përmbytën plotësisht dhe disa të tjera patën përmbytje në sasi më të vogla ujit të futura në ambientet e këtyre banesave. Sipas informacioneve zyrtare nga zyra e emergjencat civile në prefekturën e qarkut të Elbasanit, raportohet se situata problematike është krijuar edhe për shkak të hedhjes së inerteve në rrjedhën e lumit të Kushës ose një prej prejve më të mëdhenj që përshkon njërin prej pjesëve periferike të qytetit të Elbasanit. Për pasojë, të paktën 5 banesa janë përmbytur dhe është kërkuar nga autoritetet që firma që po punon, firma Salilari që punon për nxirrimin e rrugës pjesë e korridorit 8 të ndërhynte me automjetet e saj për të bërë zhbllokimi i rrjedhës së Klipëroj dhe të një kanali kullues, për shkak të cilit u shkaktua dhe përmbytja. Dhe reagimi ka qenë i menjëhershëm
dhe në rast se do të kishte patur vonesë, pasojat do të ishin katastrofike edhe për një pjesë të familjeve të tjera që jetojnë përgjatë rrjedhës së porojit kushës dhe zonës ku kompania salillare kishte hedhur një sasi të madhe inerte. Kështu njëjta situatë shqetësuese paraqitet edhe nga punimet që po kryejnë disa kompani të tjera përgjatë aksit të rrugës kombëtare pjesë e korridorit 8 Elbasan-Qaftan, kryesisht në zonën e Librazhdit nga Zibraka në periferi të bashkisë Elbasanit deri në Potolisht të bashkisë Librazhdit, ku si rezultati i punimeve që po kryen për zgjerimin e kësaj rruge pra pjesë e korridorit 8 janë krijuar vështirësi të mëdha në qarkullim çka u pa edhe gjatë ditëve të fundit të vitit kaluar, por edhe gjatë javës parë të këtij viti kur mira automjete si rezultati nga ngadalësimit të shpejtësisë të rrezikut që paraqesin gropat e shkaktuara në pjesën e zgjeruar të kësaj rruge, të cilat ende nuk janë mbushur, situata është shumë e vështirë për sa i takon qarkullimit rrugor. Ndërsa nga problemet e shkaktuara gjatë orëve të fundit të rreshjeve, situatë problematike ka dominuar edhe në një pjesë të bashkisë së Rrikut, ku ka patur përmbytje të disa sipërfaqe të mëdha me toka bujqësore, ndërsa në bashkinë e Belçit paktën 5 banesa si rezultati i rreshjeve mjaft të dendura dhe i daljes ujit në sipërfaqe janë përmbytur mjaft banesa edhe në këtë bashki. Po janë të dhënat më të fundit, ku natyrisht përgjegjësia më e madhe për shkak të problemeve të krijuara gjatë ditës sotme sipas zyrës së emergjencave civile në prefekturën e Elbasanit ju takon firmave të cilat punojnë për zgjerimin e këtij aksi rrugor, pjesë e korridorit 8. E qartë, faleminderit Fatmir. Faleminderit për ju. Qyteti i Gjirokastrës është përballur me një nga situatat më të rënda të viteve të fundit pas rreshjeve intensive të cilat kanë shkaktuar përmbytje masive, rrëshqitje dherash dhe vërshim të ujrave në rrugë dhe lagje. Shkak kryesor i situatës është dalja nga shtrati i porojit të Ficos, i cili ka vërshuar në lagjet e qytetit duke mbuluar rrugë, përmbytur automjete dhe futur ujë në dhjetra biznese, siç e shikoni përmes pamjeve. Lagjet Varosh dhe 18 shtator janë ndër zonat më të goditura, ku ujërat e rrëmbyera dhe inertet e sjella nga pjesa e sipërme e qytetit kanë mbuluar rrugët dhe ambientet tregtare. Në pamjet e mbrëmjes të martës dukeshin automjete që rrëmbeheshin nga ujërat, ndërsa qyteti u vendos për disa orë nën pushtetin e ujit në një situatë që konsiderohet e paprecedent për Gjirokastrën. Si pasojë e përmbytjeve, mësimi është pezulluar, ndërsa autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme. Situata është problematike edhe në zonat rurale. Në segmentin Subash-Tërbuq, shëmbjet e vazhdueshme të dherave dhe masivët e dheut të përzjera me pemë të rrëzuara kanë bllokuar qarkullimin e automjeteve, duke izoluar 3 fshatra, Labove Madhe, Labove Vogël dhe Tërbuq. Në qendër të fshatit Labove Madhe janë konstatuar rrëshqitje dherash në afërsi të 2 banesave, çka ka detyruar evakuimin e 2 familjeve për shkak të rrezikut të shtuar. Bashkia e Gjirokastrës, me ndihmën e forcave të ushtrisë dhe shërbimet zjarfikse, ka nisur punën që prej mbrëmjes së të martës për pastrimin e rrugëve nga inertet dhe hapjen e akseve të bllokuara. Në aksin Qukës Qafploç, ndërkohë pati sërish rrëshqitje dherash e gurësh si pasojë e motit të keq. Situata më problematike paraqitet pranë pjesës së tunelit ku një automjet u zu poshtë nga dherat që po rrëshqisin nga skarpati i malit. Fatmirësisht shoferi nuk pati lëndime, ndërsa aksi rrugor që kushtoi rreth 260 milion euro dhe që u trumbetua si një arritje e madhe e qeverisë nuk ofron as pak siguri për qytetarët që udhëtojnë drejt Juglindjes apo Anasjeltas. Rrëshqitjet e përsëritura të dherave në aksin Qukës Qafploç, kryesisht pranë pjesës së tunelit këtë të mërkur, vunë në rrezik jetën e udhëtarëve. Një automjet që po qarkullonte në çastin kur pati rrëshqitje u zu poshtë nga dherat, duke pësuar dëme të shumta, kryesisht në pjesën e përparme. Si pasojë e rënies së dherave mbi automjet, shoferi nuk pësoi lëndime, ndërsa aksi rrugor që kushtoi rreth 260 milion euro nuk ofron as pak siguri për qytetarët që udhëtojnë drejt Juglindjes apo Anasjellas. Skarpatet e malit pranë aksit Qukës Qafploç kanë pësuar rrëshqitje të vazhdueshme, ku rruga u bllokua që me rënien e shirave të parë të vjeshtës, vetëm 27 ditë pas përurimit të rrugës. Shembjet e përsëritura ngren dyshime të forta për mënyrën e projektimit të rrugës, për mbikëqyrjen dhe cilësinë e ndërtimit. Rruga që u trumbetua si një investim strategjik që do të lidhte perëndimin me lindjen dhe që për ndërtimin e saj u nevojitën 14 vite, po kthehet në shembull të keq menaxhimit të fondeve publike.
Për shkak të rreshjeve intensive që ka nisur që në orët e mbrëmjes së djeshme në rrethin e Pogradecit, lumi i fshatit Rëmenj ka dalë nga shtrati duke shkaktuar një situatë serioze dhe shqetësuese për banorët e zonës. Si pasojë e arritjes së nivelit të ujit, përmbytjet kanë prekur disa banesa që ndodhen pranë këtij lumi, ku uji ka deportuar në ambientet e brendshme. Nga rreshjet intensive të orëve të fundit është rritur ndjeshëm edhe niveli i ujit të lumit Starov dhe lumit Vërdov që rrezikojnë të dalin nga shtrati. Situata po monitorohet ndërsa strukturat përkatëse janë në gatishmëri për të ndërhyrë në rast se niveli ujrave vazhdon të rritet. U bëhet thirrje banorëve të zonave sidomos atyre që janë pranë lumenjve të tregojnë kujdes të shtuar. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë gjatë hetimeve për grupin kriminal që dyshohet se vepronte brenda Akshit, u kryen kontrolle edhe në banesën e drejtoreshës së krimit kibernetik në polici, ku sekuestruan 2 laptop dhe 8 celular, ndërsa gjykata rrëzoi kërkesën e saj për kthimin e tyre. Hetimet lidhen me abuzime me tendera dhe një ngjarje rëndërrëmbimi për interesa biznesi. Në kuadër të hetimeve për grupin kriminal që vepronte brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, SPAK urdhëroi kontrolle në shtëpinë e zyrtares së lartë të policisë së shtetit, Ervina Xhana, e cila është dyshuar më herët edhe për implikim në skandalin e vjedhjes të dhënave në sistemin Teams. Gjatë kontrolleve që në fokus kishin bashkëjetuesin e Xhanës, shtetasin Renato Hristić, burimet thanë se agentët e Byros Kombëtare të Hetimit sekuestruan 8 aparate celular dhe 2 laptop. Drejtoresha e krimit kibernetik në policinë e shtetit ngriti pretendime se celularët i përkisnin vetë asaj dhe jo bashkëjetuesit dhe kërkoi kthimin e tyre, ndërsa për laptopët ju tha hetuesve se ishin të fëmijëve të mitur. Ndërkohë që ajo pretendoi kthimin e sendeve, gjykata pranoi kërkesën e SPAK dhe urdhëroi sekuestrimin edhe të celularëve të zyrtares, që konsiderohej si një prej njerëzve më të besuar të kryepolicit Ilir Proda. Kërkesa e Xhanës për kthimin e sendeve u rrëzua nga gjykata, ndërkohë celularët u dërguan për ekspertim në laborator. SPAK njoftoi pak javë më parë se kishte zbuluar një grup kriminal brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe shpalli në kërkim të dyshuar si drejtues të këtij grupi, biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri. Në arrest shtëpi u dërguar Mirlinda Karçanaj, drejtoresha e Akshit, si dhe zëvendësja e saj Hava Delibashi. 3 biznesmen të tjerë dhe një zyrtar policie janë në masa më të lehta sigurie, si ndalim për të dalë jashtë vendit apo pezullim nga ushtrimi i funksionit. Agasi dhe Beqiri sipas SPAK urdhëruan rrëmbimin e biznesmenit Gerond Meqe, me qëllim që ta detyronin atë të tërhiqej nga ankesat për tenderat pranë Akshit. Kompanitë e Ermal Beqirit rezulton se kanë fituar pjesën e luanit të tenderave pranë institucionit në varësi të kryeministrit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi që qeveria të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në qarqet e prekura nga rreshjet e ditëve të fundit. Ai tha se me mira familje janë dëmtuar nga përmbytjet. Partia Demokratike kërkon me njëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Edi Rama apo Rama Duro që bën sehir nuk shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Durrës dhe në Lezhë apo Shkodër dhe qarqe të tjera, vetëm se ligji e detyron atë në këtë gjendje të përgjigjet një për një dëmeve të krijuara nga fatkeqësia natyrore. Ky qëndrim indiferent, cinik, është një lloj krimin vetvete. Ky qëndrim cinik, tallës ndaj qytetarëve, turpron çdo njeri që ka cip, por Rama Duro është në kaos, është në panik dhe tmerr të madh dhe nuk din ç'flet. Pa diskutim që këto kanë qenë shira shumë intensive, por Durrësi kur nuk ka njohur një përmbytje të tillë. Dhe shkaqet e për masave të kësaj përmbytje
janë absolutisht vjedhja dhe vetëm vjedhja e fondeve. Takspaguesit shqiptar kanë paguar për mbrojtjen e qarkut të Durrësit, Porto Romana dhe zonat tjera, 42 milion euro investim. Por korupcioni ka bërë që hidrovori Porto Romanos kolektorin taket në kotën mbi 70 centimetra. E kuptoni se kur fillon të funksionojaj, mbi 70 centimetra. Pra, le të përmbyte një 70 centimetra, pastaj të filloj të evakuoj ujra. Kurse hidrovori i Hamallës prej 8 muajve i ka pompat jashtë funksioni. Durrësi, territori përmbytur, ka një sistem kanalizimesh shumë të studiuar dhe mirë projektuar. Kanalet janë që të gjitha të zëna. Separate caktuara për pastrimin e tyre janë vjedhur dhe vetëm vjedhur nga mafia qeveritare e Durrësit dhe Tiranës. Zvarritja pa afate mbledhjes së Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin mbi kërkesën e SPAK për Belinda Ballukun po ngresh shqetësime serioze. Sipas një analize të rrjetit investigativ BIRN, kjo situatë krijon një precedent të rrezikshëm dhe cënon parimin e barazisë përpara ligjit, ndërsa opozita akuzon kryetarin e kuvendit për shpërdorim detyre. Zvarritje pa afate mbledhjes për Ballukun shënon një precedent të rrezikshëm. Ky është titulli i analizës së rrjetit investigativ BIRN mbi shtyrjen pa afat që shkakton mungesën e një vendimi nga ana e kuvendit mbi kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për heqjen e lirisë së deputetes socialiste, njëherë zëvendës kryeministre dhe ministër për infrastrukturën dhe energjetikën Belinda Balluku e marrë pandehur nga prokuroria e posaçme. Deputetët demokratë antar të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin ngjiten më kot të martën shkallët e kryesisë së kuvendit në pritje për të zhvilluar mbledhjen e kërkuar prej tyre pas refuzimit të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, shkruhet në analizën e BIRN. Vetë kryeparlamentari nuk i përgjigj interesit të rrjetit investigativ mbi arsyet e shtyrjes pa afat të thirrjes së Këshillit, ndërkohë që një këshilltar i tij referoi një përgjigje zyrtare të dhënë nga Peleshi më datë 24 dhjetor për antarët e opozitës. Në këtë letër, Peleshi justifikonte refuzimin e thirrjes së mbledhjes me kërkesën e mbrojtjes së Ballukut për 3 javë kohë për të njohur me dokumentacionin përkatës në mënyrë që të zhvillojë një proces i rregullt ligjor. Për sa kohë ky proces nuk është përmbyllur dhe palët nuk janë pajisur realisht me kohën e nevojshme për ushtrimin e kësaj të drejte, nuk plotësohen kushtet procedurale për caktimin e një date të re mbledhje, shkruan kreu i kuvendit në përgjigje. Por opozita gjykon se kreu i kuvendit ka kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës, duke refuzuar mbledhjen e Këshillit. Sipas ekspertëve të ligjit të cituar nga BIRN, kuvendi në rastin e Ballukut po shtyn pa afat shqyrtimin e kërkesës së SPAK, çka sipas tyre bie në kundërshtim me frymën e dispozitave ligjore dhe vendos një precedent të rrezikshëm të qëndrimit të kuvendit. Erida Skëndaj, drejtuese e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, i tha BIRN se shtyrja pa afat e mbledhjes së këtij këshilli nuk është në frymën e nenit 118 rregullore së kuvendit dhe dispozitave të kodit të procedurës penale dhe cënon parimin kushtetues të barazisë para ligjit. Ndërkohë deputeti demokrat Ertuk Bylybashi, antar i Këshillit, tha për BIRN se kuvendi nuk mund të kthehet në gjykatë dhe të shqyrtojë provat hetimore të prokurorisë, por shikon vetëm nëse kërkesa e prokurorisë nuk ka karakter politik. Bylybashi pohoi se ka marrë USB-n e SPAK, por se nuk e ka hapur atë, me argumentin se si deputet është i bindur nga relacioni i SPAK, ku referohen të dhënat e mjaftueshme, pse kërkohet masa e sigurisë për ministren. Situata ka hyrë në ngërç dhe palët qëndrojnë kokë fort në pozicionet e tyre. Opozita vijon me kërkesat për mbledhjen sa më parë të Këshillit, ndërkohë që mazhoranca ka bërë të qartë se ky organ parlamentar do të mbledhet vetëm pasi gjykata kushtetuese të vendosë mbi masën e parë të gjykohës ndaj Ballukut atë të pezullimit nga funksionet publike.
Lirohen protestuesit që u ndaluan gjatë protestës Adriatik Lapajt përpara kryeministrisë, le të ndjekim një pjesë të deklaratave të tyre. Rigerti, joni. Avokat, sot kishte një seancë për vlerësim masër sigurie 3 ditë arresti, çfarë vendosi gjykata? Siç jeni në dieni, prej 3 ditësh, 4 protestues, të cilët po ushtrojnë të drejtën e tyre për të protestuar përpara kryeministrisë për 28 ditësh tashmë, u arrestuan nga policia në mënyrë të padrejtë dhe këtë e tha sot nëpërmjet vendimit të gjykatës, gjykata e Tiranës, ku cilësoi si të paligjshëm arrestimin në flagrancë dhe autorizoi dhe kërkoi prokurorisë që të zbardhë të gjithë këtë, po themi, dhunë të ushtruar nga ana e policisë së shtetit. Ne bëm mbrojtjen ku i vërtetuam gjykatës që po e ushtronim të drejtën të gjithë protestuesit në mënyrë të ligjshme dhe pa asnjë lloj dhune nga ana jonë, dhe kjo vërtetohet edhe nga pamjet filmike ku në atë protest edhe policia shtetit nuk ka qëndruar fare përballë protestuesve, por ka ndërhyrë mbasi janë vendosur 2 çadra për instalacion. Këtë gjë gjykata e konstatoi dhe e cilësoi si të paligjshme arrestimin në flagrancë të 4 protestuesve, të cilëve për hir të së vërtetës, duke qenë përveç se protestues, njerëz të arsimuar me doktoraturë, të 3 avokat, një shtetas italian me origjinë shqiptare, pra edhe me pasaportë shqiptare, i cili është i shtruar në spital për shkak të frakturave që ka në qafë, dhe ty kërkosh mas arresti këtyre protestuesve është jo vetëm e paligjshme, por nuk qëndron dhe është vetëm intimidim që ju bëhet protestuesve dhe qytetarëve shqiptar, ku nëpërmjet kërkesës në gjykata, apo prokuroria që dërgon kërkesa të tilla, jep mesazh qytetarëve që ju po protestuat do të arrestoheni. Pra është një intimidim i pastër nga ana e policisë dhe e prokurorisë të Shqipërisë. Ana tjetër keni bërë dhe ju një kallëzim penal ndaj kujt dhe për çfarë veprash penale? Kallëzimi nga ana e policisë ka qenë për goditje për shkak detyrës dhe për prishje të rendit të qetësisë publike, pra të kundërshtimit edhe të kundërshtimit të forcave të re. Kisha fjalën keni bërë dhe ju me sa keni dieni. GKK zbuti masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie për shtetasin kinez Hongping Ziao, CEO i kompanisë Bankers Petroleum. Në fund të dhjetorit 2025, pak zgjati edhe me 3 muaj afatet për hetimin e aferës së Bankers që ju kalua për kompetencë nga Prokuroria e Fierit. Nga hetimet paraprake rezulton se kompania për gjatë 20 viteve ka deklaruar dhe realizuar shqitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 5 miliardë eurosh, por ka deklaruar humbje për çdo vit me një total prej 11.7 miliardë lekësh, duke shmangur tatimin mbi fitimi dhe përfituar kështu rimbursime të dyshimta të TVSH-s. Ndër të tjera SPAK po heton për veprat krimi skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtruar, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Kryetari i Komisionit të Shëndetësisë Bart Spahia denoncon situatën në spitalet e vendit ku sipas tij nga raportet e KLSH-s dhe auditet e brendshme kanë faktuar mungesë totale kontrolli, manipulime të listës së barnave dhe barna të skaduara për pacientët. Auditimet e brendshme dhe raportet ndërkombëtare prej vitesh faktojnë tashmë qartësisht se sistemi shëndetësor është ndër sektorët ku vidhet më shumë nga kjo majorancë e korruptuar. Raporti i fundit mbi Fondin e Sigurimeve Shëndetësore nxjerr në pa shkelje flagrante financiare, mungesë totale kontrolli, manipulim të listës së banave, rimbursime të pa justifikuara, mungesë të banave jetike për pacientët dhe mos zbatim kontratash që kanë prodhuar miliona lek dëm ekonomik. Bëhet fjalë për diferencat të pa justifikuara financiare, për barna të skaduara që kanë qarkulluar, për farmaci spitalore pa barna alternative apo parsore, për tejkalime buxheti, për miliona lek penalitete që duhet të ishin aplikuar, por nuk janë aplikuar kurrë.
Raporti ngre alarmin se në depot farmaceutike të spitaleve të mbikëqyera si QSUT, Elbasan, Durrës, Shkodër e Korçë, nga auditimi për një numër të konsiderueshëm barnash mungon dokumentimi i datës së skadencës për secilin prej tyre. Konstatohen mangësi në procedurën e inventarizimin, mos identifikimin e mungesës së disponibilitetit për barna alternativ të vetme dhe ato alternativ të parë. Vetëm në QSUT, për 26 barna nga të cilat 14 prej tyre alternative vetme dhe 12 prej tyre alternativ e parë, nuk ka patur disponibilitet për gjatë periudhës së auditimit. Kjo është një skemë e përsëritur e mirë organizuar dhe ndërtuar mbi korrupsion, klientelizëm dhe kapje të shtetit. Abuzimi me ilaçet e të smurve është forma më e ulët dhe më çnjerëzore e korrupsionit. Presidenti Donald Trump ka bërë të ditur një plan për rafinimin dhe shitjen deri në 50 milion fuqi naftë venezueliane me një vlerë të përafërt prej 2.8 miliard dollarësh. Sipas Trump, nafta do të tregtohet me çmimin e tregut, ndërsa të ardhurat e përfituara do të administrohen nga SBA me synimin që ato të përdoren në dobi të popullit të Venezuelës dhe të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se Venezuela do t'i dorëzojë Shteteve të Bashkuara deri në 50 milion fuqi nafte me vlerë rreth 2.8 miliard dollar pas një operacioni ushtarak për të rrëzuar presidentin Nicolas Maduro nga pushteti. Nafta do të shitet me çmimin e tregut, postoi Trump në rrjetet sociale, duke shtuar se do të kontrollonte paratë e mbledhura, do t'i përdorte ato për të përfituar populli i Venezuelës dhe i Shteteve të Bashkuara. Komentet e tij vijnë pasi ai tha se industria amerikane e naftës do të hynte në punë në Venezuelë brenda 18 muajsh dhe se priste që investime të mëdha të derdheshin në vend. Jam i kënaqur të njoftoj se autoritetet e përkohshme në Venezuelë do t'i dorëzojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës midis 30 dhe 50 milion fuqi nafte të sanksionuar me cilësi të lartë. Kjo naftë do të shitet me çmimin e saj të tregut dhe ato para do të kontrollohen nga unë, si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të siguruar që përdoret në dobi të popullit të Venezuelës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të hënën presidenti amerikan i tha NBC News se të kesh një Venezuelë që është prodhuese nafte është diçka e mirë për Shtetet e Bashkuara, sepse e mban çmimin e naftës të ulët. Përfaqësues nga kompanitë kryesore të naftës amerikane planifikojnë të takohen me administratën Trump këtë javë, raportoi televizioni amerikan CBS. Shefi i Shtëpisë së Bardhë ka argumentuar ditët e fundit se kompanitë amerikane të naftës mund të rregullojnë infrastrukturën e naftës në Venezuelë. Ky vend i Amerikës Latine ka rreth 303 miliard fuqi, rezerva më e madhe e provuar në botë, por prodhimi i saj naftës ka qenë në rënje që nga fillimi i viteve 2000. Administrata Trump sheh potencial të konsiderueshëm për perspektivat e veta energjetike në rezervat e Venezuelës, por rritja e prodhimit të naftës në Venezuelë do të ishte e kushtueshme për firmat amerikane. Nafta e Venezuelës është e rëndë dhe më e vështirë për t'u rafinuar. Aktualisht në vend operon vetëm një firmë amerikane, ajo Chevron. Venezuela shtetëzoi industrinë e saj të naftës në vitin 1976 dhe në vitin 2007 presidenti i atëhershëm Hugo Chavez ushtroi më shumë kontroll shtetëror mbi asetet e mbetura në pronësi të huaj të firmave amerikane të naftës që operonin në vend. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka diskutuar ndërkohë një gamë opsionesh për të blerë Groenlandën, përfshirë përdorimin e ushtrisë ta Shtëpia e Bardhë. Sipas BBC-s, blerja e rajonit gjysëm autonom që i përket Danimarkës është një prioritet i sigurisë kombëtare amerikane. Të martën 6 aleatë evropian shprehën mbështetjen për Danimarkën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka diskutuar një gamë opsionesh për të blerë Groenlandën, përfshirë përdorimin e ushtrisë, tha Shtëpia e Bardhë, që theksoi për BBC-n se blerja e rajonit gjysmë autonom që i përket Danimarkës, vendantar i NATO-s, ishte një prioritet i sigurisë kombëtare. Deklarata erdhi disa orë pasi udhëheqësit evropian lëshuan një deklaratë të përbashkët, duke mbështetur Danimarkën, e cila ka kundërshtuar ambicjet e Trump për ishullin arktik. Trump përsëriti gjatë fundjavës se SBA-t
kishin nevojë për Grønlandën për arsye sigurie, duke bërë që kryeministria daneze Mette Frederiksen të paralajmëroi se çdo sulm nga SBA do të shënonte fundin e NATO-s. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti dhe ekipi i tij do të diskutojnë një sër opsionesh për të ndjekur këtë qëllim të rëndësishëm të politikës së jashtme dhe sigurisht përdorimi i ushtrisë amerikane është gjithmonë një opsion në dispozicion të komandantit të përgjithshëm. Të martën 6 aleatë evropian shprehen mbështetje për Danimarkën. Grënlanda i përket popullit të saj dhe vetëm Danimarka dhe Grënlanda mund të vendosin për çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e tyre, thanë udhëheqësit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës dhe Danimarkës në një deklaratë të përbashkët. Ata gjithashtu bën thirrje për mbrojtjen e parimeve të kartës OKB-s, duke përfshirë sovranitetin, integritetin territorial dhe paprekshmërinë e kufive. Grënlanda, e cila ka një popullsi prej 57.000 banorësh, ka pasur veç qeverisje të gjerë që nga viti 1979, megjithse mbrojtja dhe politika jashtme mbetën në duart të Danimarkës. Shkëputemi tani për publicitet dhe kthehemi pas pak në programin e drekës.